Vllaznia ka barazuar me rezultati 1-1 ndaj Deqiqit në ndeshjen miqësore të zhvilluar në stadiumin Loro Boriqi, një test i rëndësishëm përpara angazhimeve europiane të të dy skuadrave. Për kuqeblut kjo sfidë shërbeu kryesisht si një provë për futbollistët e ekipit B, elementet e akademisë dhe disa lojtarë të ardhur në testim. Trajneri Edi Martini aktivizoi një formacion të përbërë kryesisht nga futbollistë të rinj, ndërsa gjatë pjesës së dytë ullan Minuta dhe Edon Muratajt dhe mbrojtësit kroat Bruno Brajković. Vllaznia kaloi në avantazh shumë shpejt me anë të Gerald Kubazit, i cili realizoi golin që në minutat e para të ndeshjes. Shkodranët e mbyllën pjesën e parë në epërsi, por në fillimin e fraksionit të dytë, një gabim pas një goditje standarde, u kushtoi shtrenjtë dhe Deqiqi vendosi baraspeshën. Deri në fund rezultati nuk ndryshoi, megjithatë ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen pas vëshëllimës së fundit nuk ishte rezultati, por mungesa e komunikimit nga ana e klubit. Asnjë përfaqësues i vllaznisë nuk doli në prononcim për mediat, duke vijuar një praktikë që është përsëritur disa herë gjatë muajve të fundit. Gazetarët e pranishëm në stadium mbetën pas një deklaratë nga drejtuesit, stafi teknik apo futbollistët, pavarësisht interesit të madh për zhvillimet e fundit në klub. Nga ana tjetër, zëvendës trajneri Deqiq Asim Djokovic në prononcimin e tij pas miqësores me vllaznin, tha se ishte një ndeshje që u shërbeu të dy ekipeve. Rezultati ishte në dorë të dytë, si i thomë na, por me rëndësi ishte që bëmë një ndeshje miqësore së bashkut. Ne kena ba një ekip të ri, kena larguar shumë lojtarë, kështu që edhe vllaznia e parë se ka ba ndërrime kupat e Evropës janë afër, kështu që shumë ndeshje mirë për ne dhe për vllaznin. Për me pa disa përforcime që i kena ba na, disa që i pa që edhe të vllaznia, disa lojtarë që i kanë ardhur me ba provë, po shpresoj që do të jetë mirë. Për momentin, vllaznia po flet vetëm në fushë, ndërsa jashtë saj vazhdon heshtja.